Të drejt për drejt me psikologen Manolita Hida, të cilën e falenderoj shumë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Lili, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve Faleminderit dhe që je e shikuesve pranishme tanë. dhe si e shikon këtë raport? 17% e punonjësve shqiptar ndjehen të lodhur emocionalisht gjithmonë ose pothuajse në shumicën e kohës. Është raport signifikativ. E rëndësishme është që nuk jemi të parët në Ballkan Jo, këtë në lidhje me këtë gjë. Kosova Nuk e mban kemi rekord. ne të parët, se duket sikur jemi gjithmonë flamurtar. Edhe pse po flasim që Kosova është po shqipfolës, është Po po ndonjëherë do pjesë e harrojmë. jona. Bëj shaka, po. Por normalisht është signifikative sepse dashur pa dashur që secili prej nesh e di se si funksionon një pjesë e mirë e marrëdhënieve të punës në Shqipëri për sa kohë që jemi pjesë e strukturave të caktuara apo tentojmë që të futemi në tregun e punës. Dhe kjo mund të jetë pjesa e vështirësive të ndryshme, të cilat mund të hasen momentin që ti tenton të rekrutohesh, të bësh pjesë e institucioneve të caktuara, publike ose jo, pak rëndësi ka. Mirë po, duket sikur përballemi pikërisht me këtë gjë që kërkesat vinë në rritje për të punësuarit, por ndërkohë pjesa e menaxhimit të burimeve njerëzore pastaj lë për të dëshiruara. Madje para disa vitesh një kolege më referon se në ambientin e punës ku ato ishin, stafi ishte 40% mungues dhe pjesa e mbetur e punës për shkak të mungesës së kësaj 40% krye nga 60% e stafit. Dhe në momentin që u kërkua që kjo gjë të shikohej ose me stafin që duhej plotësuar apo edhe me pjesën e përllogëritjes së pagesës dhe marrjes së një shpërblimi, duke qenë se po bënin punë të cilat nuk ishin në ngarkim të tyre, përgjigjja ka qenë që fakti që puna po bëhej edhe me 60% të stafit, do thotë që po bëhej një maksimalizim i kohës së punës dhe deri tani nuk ishin qenë në një maksimalizim të punës. Pra pak a shumë që deri tani ju keni shpërdoruar kohën dhe tani jeni në kushtet në të cilat jeni duke e maksimalizuar kohën e qëndrimit në punë, duke bërë punën edhe për ata persona të cilët nuk janë. Gjë që kjo është demotivuese dhe sidomos kur zgjat për kohë të gjata, shkakton të gjithë pjesën e lodhjeve të tjera, jo vetëm fizike, por lodhje mendore, por sigurisht edhe pjesës së përgjegjësive, sepse në momentin që ti je përballë dhënies së një shërbimi të caktuar, ke disa përgjegjësi ligjore të cilat i mban mbi krye dhe përpiqesh që ti respektosh, në të kundërt, pastaj fillon pjesa e masave administrative dhe deri tek pjesa e ndjekjes penale, gjë që sigurisht ndikon negativisht në të gjithë aspektet të cilat lidhen me mirëqenien psikoemocionale të punonjësve në institucionet në të cilat ato japin shërbim. Po një psikolog, Manolit, a ndjen lodhje emocionalisht dhe si e zgjidh? Patjetër që po. Përgjatë formimit ton akademik, përgjatë formimit ton universitar, përgjatë praktikave tona të supervizimit, ajo çka ne tentojmë të mësojmë është pikërisht pjesa se si ti menaxhojmë pikërisht këto emocione që ne ndjejmë përgjatë kohës që jemi në punë. Dhe prandaj kemi edhe pjesën e grupeve të supervizimit në të cilat ti mund të bësh tek këto pjesën e shkarkimit të emocioneve që ti ke dhe merr një lloj orientimi edhe në lidhje me ato se si duhet të jetë qasja jote në vazhdimsi në lidhje me atë çka ti je duke u përballur. Pra, nuk është se psikologët janë imun, por le të themi që kanë disa mekanizma të tjerë të cilat i kanë zhvilluar dhe le të themi që i mbajnë fort sepse në fund të ditës edhe psikologët kur dalin nga zyrat e punës kanë një familje, kanë një jetë të tyre për të bërë. Dhe në tërësia, do ta lidhje më shumë me pagat e ulta apo edhe me stresin, mungesën e sigurisë të tjerë këtë lodhje në këtë mas, pra në 17%? Në fakt, teorikisht, theksohen dy element, ose kemi teorinë e dy faktorëve të Herzbergut, ku në njërën anë kemi elementet të cilët kanë të bëjnë me pjesën e pagave të ulta, dhe në anën tjetër kemi mungesën e pasigurisë. Kjo teori na thotë që mbas edhe kur kemi paga të ulta,
por që nuk janë në nivelin e jetesës, pra arrin të plotësojnë kushtet minimale të jetesës dhe personi është i kënaqur, pjesa e përballimit është më pozitive. Por në momentin në cilin pjesa e pagës nuk përballon dot kushtet minimale të jetesës, nuk plotëson dot kërkesat me të cilat individi përballet në jetën e përditshme, aq më tepër me rritjen e inflacionit dhe me situatat e tjera, atëherë pjesa e përjetimit të stresit, pjesa e përjetimit të djegjes në punë, burnoutit në punë, është shumë herë më e madhe, sepse nuk kemi një lloj raportimi në lidhje me një lloj rakordimi në lidhje pikërisht me këto faktore dhe me këto elemente të cilët bëjnë të mundur një lloj balance në lidhje me atë se çfarë përballet një individ në kushtet e punës. Dhe Kosova, pse rezulton në nivelin më të lartë në rajon? Ndërkohë që në përgjithësi është edhe më mirë se Shqipëria në raportet të ndryshme, jo vetëm në këtë aspekt. Ne mund ta mendsojmë se janë disa faktorë, mbase me siguri nuk mund ta themi konkretisht ose specifikisht sepse nuk jetojmë atje dhe nuk e njohim realitetin e përditshëm të asaj se çfarë përballojnë punonjësit, por e rëndësishme është kuptohet që më së pari Kosova ka dalur mirë në pjesën e treguesve të cilët theksojnë pikërisht pjesën e lindshmërisë dhe pjesën e rinisë, fuqisë aktive për punë. Mirë po nga ana tjetër, një rini është një rini e cila mbase përballet me kushte pune të cilat nuk janë të favorshme dhe në sektor të cilët mund të kërkojnë produktivitet shumë herë më të madh nga ajo çka menaxhmenti mund të ofrojë ose nga ajo çfarë pjesa e burimeve njerëzore mund të ofrojë. Dhe nëse nuk ka një ritëm të rregullt të asajt se përpos faktit që kemi një ritëm shumë të lartë të punës, sikundër mund të jenë sektor caktuar, sikundër janë call center-ët, IT-t ose outsourcing, të cilat nuk të lënë hapësirë as për pushime të shkurtra, kjo justifikon edhe pjesën e djegjes emocionale dhe pjesën e lodhjes në cilën ata mundet që ta ndjejnë. Ndërkohë, të mos harrojmë që Kosova vjen është një vend i pas luftës, kryesisht vendet e punës dikur në regjimin jugosllav kanë qenë të shpërndara edhe në bazë të etnisë, ku kryesisht vendet shtetërore, vendet administrative, vendet të cilat konsideroheshin në nivele drejtuese janë rezervuar pikërisht grup popullatës pushtuese. Dhe duke përballur me pjesën e ambicjeve, kemi pasur edhe emigrimin, kemi pasur edhe faktin që s'ka pasur meritokraci, pra vim nga një kulturë e cila i ka trashëguar këto gjëra, por që tashmë po përpiqet që të gjejë vendin e vet në treg. Dhe kjo mbase mund ta vështirësoj pak pjesën e dhënies së vendeve të punës mbase me bazë meritokracie. Pra, në këtë lloj konteksti mbase edhe unë nuk jam fort e saktë, por analiza më të çonta mendoj këtë. Pra ka një lloj disonance kognitive në lidhje me pritshmëritë dhe në lidhje me atë se çfarë tregu i punës ofron në Kosovë. Përveç kësaj, të mos harrojmë se lufta në Kosovë ka qenë barbare, ka qenë e keqe, nuk di domethënë emërtimin më të saktë që do duhej të merrte, por të gjitha shoqëritë të cilat vinë pas luftës e trashëgojnë pjesën e traumave, trashëgojnë pjesën e të gjitha atyre përjetimeve edhe të grupmoshat më të reja. Çka do thotë që duke dalë pikërisht nga kjo lufta, duke pasur këto pjesën e tranzicionit të dhunshëm, duke pasur ndryshimet e her pas hershme të cilat vinë brenda për brenda vetë shoqërisë, mundemi që të kemi edhe shfaqjen e niveleve më të ulta në lidhje me përballimin e stresit, me përballimin e frustrimit i cili mund të vi dhe rritjen e nivelit të ankthit, pikërisht sepse sistemi nervor gjatë gjithë kohës ose ka qenë gjatë gjithë kohës në gjendje alarmi dhe kjo të dhënat sugjerojnë që traumat trashëgohen. Kështu që kjo përcillet pastaj edhe tek brezat e rinj. Dhe kjo është e vërtet, çfarë duhet të bëjnë kompanitë për të ulur lodhjen emocionale të punonjësve? Ka kompani të cilat kanë punësuar pranë tyre psikologë të cilat merren me pjesën e
menaxhimit të Gjendjes burimeve emocionale, po. njerëzore. Pra janë specifikisht pjesë e repartit të burimeve njerëzore. Sepse ne kemi dhe një fenomen shumë të rëndësishëm brenda procesit të punës, që është Po. mobbing. Po. Dikush mund të pretendojë që është i ngjashëm me bullizmin, por në ndryshim nga bullizmi ku le të themi që kemi një sulmues i cili sulmon dikë tjetër, pra mund të themi që është një raport 1-1, në procesin e mobbing brenda punës kemi një grup të tërë i cili mund t'i kundërvihet një punonjësi. Dhe mund të jetë një drejtues, mund të jetë një shef, mund së bashku me punonjës të tjerë, të cilët sulmojnë, të cilat sulmojnë një koleg brenda ambientit punës për arsye të caktuara, dhe kjo le të themi e përkeqëson pjesën e gjendjes së shëndetit mendor të personit, sepse personi fillon edhe vë në pikpyetje të gjithë qëndësinë e vet, mbase edhe në kontekst të asaj që a jam unë i gabuar në këtë që po bëj apo çfarë po ndodh me mua. Pra, shkon deri në ato pikpyetje të cilat ngjajnë me pjesën e paranojës, por që në këtë rast është e justifikuar sepse është një sulm thuajse institucional. Pra, një grup njerëzish të bërë së bashku, të cilët për arsye të caktuara sulmojnë njërin nga kolegët e tyre. Mund të jetë lufta për pushtet brenda, mund të jetë lufta për të liruar një vend pune, mund të jetë lufta sepse ky person mund të jetë një individ ambicioz, mund të jetë një koleg i cili ka pritshmëri të mira përpara me atë çka ofron, dhe kështu që gjëja më e mirë që zgjidhet për t'u bërë në këto raste nga ana e këtyre grupeve sulmuese është pikërisht kjo në cilën individi tjetër sulmohet në moment dhe deri në ato pika sa që fillon edhe vën në pikpyetje të gjithë qëndësinë e vet dhe të gjithë mënyrën e vet të të menduarit, të të formuarit dhe të të reaguarit, duke shkuar le të themi në një gaslighting dhe në një element paranojës, por që janë normale kur individi ndodhet përballë sulmeve të tilla. E theksova pak më përpara që është e rëndësishme vendosja e psikologëve të cilët merren me menaxhimin e burimeve njerëzore, por në rastet në të cilat kemi të bëjmë me situata të tilla si kundër është mobbing në vendin e punës, situata bëhet dramatike dhe vetëm një individ nuk mundet dot ta menaxhojë. Pra vetëm një profesionist nuk mundet dot ta menaxhojë. Dhe kjo do të duhej të kuptonte nga ana tjetër se në të tilla situata shpesh ajo çka ndodh është që individi i cili është në sulmin ose është pre e mobbing ndihmohet që të kuptojë që nuk është problemi i organizatës, dhe në këtë rast është vetë organizata ose institucioni i cili ka dështuar, qoftë me aspekte të cilat lidhen me rekrutimin, por qoftë edhe me aspekte të cilat lidhen me politikat dhe trajtimin e burimeve njerëzore brenda tyre. Pra, institucioni de facto nuk ka përmbushur kushtet më minimale, të cilat mund të jenë edhe pjesë e kodit të punës në lidhje me respektimin e dinjitetit dhe mos cënimin e individit brenda vendit të punës. Përpos kësaj, me zhvillimin e teknologjisë, janë hapur grupet e punës në WhatsApp, të cilat nuk janë të lishme, por nga ana tjetër, ato nuk pushojnë. Domethënë, orat 8 e darkës mund vinë një mesazh në lidhje me aspektet të cilat lidhen me punën. 12 e natës dhe mund të vinë një mesazh sërish në lidhje me këtë. Dhe kjo i mban punonjësit gjatë gjithë kohës aktiv me vendin e punës, pavarësisht se fizikisht mund të jenë me familjen e tyre, mund të jenë duke bërë gjërat e tyre, mund t'i duhet koha pikërisht për të rikuperuar atë lodhjen me cilën janë përballur gjatë ditës, dhe nga ana tjetër janë pikërisht përdorimi i këtyre kanaleve të komunikimit jo zyrtar, të cilat nuk ndalojnë dhe mbajnë individin 24 orë në 7 ditët e javës të angazhuar me vendin e punës dhe me procesin e punës. Kështu që mënyrat se si menaxhohen burimet njerëzore, mënyrat se si shihet pjesa e trajtimit punonjësve, kërkesat të cilat ushtrohen, pra kërkesat i kemi europiane, menaxhimin e kemi ballkanik, dhe ndërkohë
pjesa e punonjësit mbetet aty dhe shfrytëzohet mbas edhe pjesa e frikës, pjesa e paqartësisë, shfrytëzohet mbas pjesa e mungesës së alternativave të tjera dhe një pjesë e mirë e individëve prirën të shkojnë drejt asaj që okay, unë po e pranoj këtë sepse në fund të ditës kam një familje për të mbajtur dhe më duhet të përballoj të gjitha shpenzimet që familja ime ka në lidhje me këtë gjë. Ndërkohë që një pyetje kam, nuk e di nëse politikanët, meqense jemi te 17% që i shqiptarëve, ndjehen ndonjëherë të lodhur emocionalisht, ndonjëherë. Mbase do ta lëm pyetje retorike këtë. Okej. Unë të falenderoj shumë që ishe në këtë lidhje të drejtë për drejtë, pra. Falenderoj ju dhe uroj që të kemi dhënë diçka të vlefshme për ata që na ndjekin. Faleminderit.